Dita e sotme do të nisë me një grua të suksesshme që ka arritur të fuqizojë veten e saj. Si një emër mund të përmendet në fakt sikur ka përfituar, por nga ana tjetër do të kuptoj më së miri se ka ditur të ndërtojë dhe të sigurojë gjithçka që arrin të gëzojë sot e kësaj dite. Bëhet fjalë për Lauren Powell Jobs dhe ne mund ta shikojmë tashmë edhe nga fotografia e afishuar në monitor që ka ndryshuar një qasje tjetër. Ka ndryshuar qasjen e paragjykimit që mund të kishte një grua e pasur që vinte nga një familje që fillimisht i siguroi mundësit, e më pas arriti të kishte edhe bashkëshortin e saj që mund të ndihmonte për të vazhduar edhe për të kryesuar rrugën e biznesit. Që në fillecat e saj ka ditur më së miri që është arsimimi që do ta ndihmojë, kështu që ajo u diplomua për ekonomi dhe mendoi se kjo do të ishte e ardhmja e saj. Ekonomia dhe biznesi do të bëheshin pjesë e jetës, duke qenë se synonte dhe kërkonte ndryshimin dhe dëshironte të vendosë atë dorën e saj në sensin e mendimit, në sensin e gjithçka që përfaqësonte dhe dëshironte të transmetonte tek kushdo që e ndishte, por jo vetëm. Gjatë studimeve në Stanford, njohu Steve Jobs dhe arriti të krijonte fillimisht një qasje produktive në sensin që ata kishin ide të njëjta për formën e biznesit dhe më pas kuptuan që përpos partner në biznes, do të ishin edhe partner në jetë. Gjatë martesës me Jobs, ajo nuk ishte vetëm gruaja një gjeniu, sepse dëshironte që në krye të herës që të ishte personi në vetvete pa u identifikuar dhe pa pasur mbi emër gruaja e Steve Jobs, duhet të kishte mbi emrin e saj. Dhe kjo duket se ka bërë diferencën sepse nuk dëshironte të përfitonte nga një gjeni që arriti të kishte në krah, por dëshironte të përfitonte nga inteligjenca e saj, nga vullneti që kishte për të vazhduar edhe për të bërë ndryshimin hera herës. Ndërkohë, për sfidën e humbjes së Steve Jobs, ka qenë në fakt një nga momentet më delikate sepse duket se ka tjetërsuar formën dhe qasjen që bëi biznes në atë moment dhe gjithçka që ka mbetur edhe pas tij. Në 2011 pas ndarjes nga jeta e bashkëshortit të saj, asaj u deshte përballej me shumë sfida, me gjithçka që kishte mbetur edhe një rrugë që në fakt dukej se konsiderohej një nga më të vështirat, ishte një rrugë e re në atë momente, por në të njëjtën kohë një rrugë revolucionare ku duhej bërë një ndryshim patjetër edhe duhej mbajt në të njëjtën kohë edhe ai standard që ai kishte krijuar deri në ato momente. Në vend që të mbetej në hije, ajo vendosi të përdorte pasurinë për kauza dhe për ndikim social. Duke qenë se kishte arritur më së miri të krijonte një farë pasurie, dëshironte që tashmë të kishte ndikim edhe tek të tjerët dhe kështu bëri në fakt duke arritur dhe duke tjetërsuar të gjithë të qasje. Më pas flasim për themelimin e Emerson Collective që arriti të ndryshonte dhe të krijonte. Ky ishte synonimi i saj që më herët, por arriti të krijonte në momentin e duhur dhe të bënte ndryshimin që mund kërkonte industria dhe biznesi që ajo dëshironte të kishte. Pas organizatës që arriti të mbështeste shumë individ, sepse po e thonim edhe pak më parë, përpos biznesit ajo kishte kauza të jashtëzakonshme që mund synonin dhe mund kërkonin ndryshimin, duke pasur në të njëjtën kohë dhe impaktin e një gruaje të fuqishme. Ka investuar edhe në kompani të tjera të mëdha, sepse mendonte se ndryshimi në këtë formë mund të arrihej duke mbështetur dhe duke zgjeruar bizneset anë mban. Ndërkohë flasim për investimet në media dhe teknologji. Edhe media dhe teknologjia ishin interesat e saj, ku dëshironte të investonte, të vazhdonte dhe të jepte ndikimin e saj edhe në këtë fushë, sepse sipas saj ishin shumë të rëndësishme. Ka arritur të mbështes edhe sipërmarrës të rinj, sepse besonte tek ata individ që pavarësisht fillesave të tyre mund të kishin një vizion të qartë dhe të dinin se ku dëshironin të shkonin, pavarësisht mundësive aktuale që mund të kishin. Ndërkohë flasim për trashëgiminë dhe filozofinë e saj të jetës, sigurisht që ka arritur të trashëgojë para të shumta nga i gjithë biznesi, nga i gjithë mundimet e saj që ka patur që nga dita e parë. Megjithatë, angazhimi i saj në çështjet sociale ka bërë atë diferencën tek të gjitha gratë kryesisht, sepse ishte e fokusuar sidomos tek zëri i gruas dhe fuqia që mund të kishte dhe të fitonte jo vetëm në fushën normale të jetës, por edhe në biznes, të shihej si e barabartë dhe të bënte ndryshime. Janë të shumta kauzat dhe arsyet pse mbahet mend një grua e tillë, por patjetër jam e sigurt që shumë prej nesh mund të kujtojnë edhe mund të flasin për të si një sipërmarrëse të zonjën që nuk dëshironte të identifikohej me të tjerë, por dëshironte të matej më së miri me atë çka ajo arrinte të përfaqësonte nga dita e parë e deri tek ditët aktuale që vazhdon të ketë një ndikim të pazakont në të gjithë ata çka beson, në atë çka mendon edhe në atë çka ajo përballet dita ditës.